Te i kalimi shpejtësisë, kalimi në vit të plot, mosdhënia e përparësisë këmbësorëve, mos hyrja ose dalja siç duhet në rreth rrotullime dhe parkimi i gabuar janë disa nga shkeljet më të mëdha që bëjnë shoferët e Tetovës dhe jo vetëm, tregon instruktori Fadil Sabriu. Unë mendoj se koha afat një mujor për testimin duhet mbrije se qytetarët do jenë të vëmendshëm edhe e din ku i kanë më shumë problemet e kanë më shumë të shpejtësia, se tash vozitin vetura të forta, edhe ai nuk e shtron vëmendjen se sa çon për momentin. Po kur do mësohet me penalizimin, ai duhet i kujdesshëm, edhe kanë edhe një problem tjetër, nuk i shtojnë një kujdesi vijës plot, ku vije plot është rrepsisht e ndalume, të kalosh në vijë plot. Mandej duhet të kenë kujdesshëm se i përket unazave, duhet tentojnë të hapën përparësi, tek mësorët duhet me u dhënë përparësi, në vizë bardha nuk vjen shpreh diskutohet për këmbësorin. Duke folur për sistemin Safe City, Sabriu thot se kamerat është dashur të vendosen shumë herët, por shton se edhe komunat duhet i kushtojnë më shumë vëmendje sinjalizimit rrugor. Kamerave a desh të jetë më para, se është mirë qytetarët do jenë më të kujdesshëm, se qytetarët kur përketen nëpër xhepa me dënimet, atëherë do shtrohet kujdesi më shumë. Sa i përket sinjalizimit, ndryshimit në komunikacion, kena kushte, në përjashtim kam një vërejtje të vizat e bardha, se shumë me ngecje po i vizatojmë, po i anashkalojmë në një farë mënyre, po në përgjithësi, një mes me ekziston sinjalizimi. Projekti Safe City tani për tani parashikon që kamerat në Shkup, Tetov, Kumanov dhe autostradat regjistrojnë automatikisht shkeljet në trafik, si te kalimi shpejtësisë, kalimi në semafor të kuq, dokumentacioni i skaduar dhe parkimi pa rregullt, ndërsa pronarët e automjeteve do të marrin SMS ose email me gjobën dhe mund ta paguajnë gjysmën e saj brenda 8 ditëve. Në fazën e dytë planifikohet zgjerimi i listës së kundërvajtjeve që do të evidentojë sistemi, por edhe aplikimin e Safe City-t në gjithë territorin e vendit.